Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Por ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga recetat tona të preferuara në familje dhe jam e bindur që pasi ta provoni do bëhet edhe juaja, edhe buk, edhe gjellë dhe shumë e thjeshtë në përgatitje. Fillojmë pa humbur kohë. Në një enë kam shtuar 500 gram miell misri, 100 gram miell gruri, një lugë çaji i pluhur fryrës ose sodë, pak krip dhe masën do ta përzijem shumë mirë. Është shumë e rëndësishme kjo në mënyrë që pluhuri i fryrës ose soda të mos qëndrojë pa u përzier pasi ka një shije të pakëndshme pas pjekjes. Do vazhdoj me 2 vezë, 80 ml vaj ulliri, 400 ml qumësht ose 400 gram kos. Mund ta përgatisni me çfarë të keni dëshirë. E shtojmë pak e nga pak duke e përzier dhe duke e parë me sy masën, kështu do ta kontrolloni edhe konsistencën e brumit që do përgatitet. Duhet një brum i qullët si ky që po shihni në video. Pasi e kemi gati, do vazhdojmë me 150 gram djath. Unë kam zgjedhur djath të bardhë, por mund të shtoni djathin tuaj të preferuar ose çfarë ju gjendet në shtëpi. 150 gram ullinj të coptuar, do ta përzijem masën shumë mirë derisa të bëhet një masë një trajtshme. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia. Dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Tavën e pjekjes e lyej me vaj dhe vendosi masën duke e hapur shumë mirë. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani atë në koment. Pak vaj ulliri dhe e pjekim në 180 deri në 200 gradë derisa të jetë gati. Pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Ka një aromë shumë të mirë kur del nga furra, shikoni pak dhe sa mirë është pjekur edhe nga poshtë, është pambuke butë në brendësi, pa krokante në sipërfaqe dhe vërtet shumë e mirë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.